Gazetari i njohur Adriatik Elmendi ka komentuar zhvillimet e fundit në skenën politike të Kosovës, duke vënë në qendër të vëmendjes rikthimin e mundshëm të liderit të nismës social-demokrate Fatmir Limaj në një nga pozitat më të larta shtetërore, atë të kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Elmendi e ka cilësuar Limajin si një superlojtar të politikës kosovare, duke theksuar se rrugëtimi i tij deri në këtë pikë përbën një nga historitë më dramatike dhe të jashtëzakonshme në politikën vendore. Ai kujton se Limaj ka qenë për një kohë të gjatë një ndër figurat më të kontestuara dhe të sulmuara nga të gjitha anët e spektrit politik në Kosovë, përfshirë edhe ish partinë e tij, Partinë Demokratike të Kosovës, që dikur e përjashtoi dhe u distancua prej tij. Nga të gjitha partitë, Fatmir Limaj ka qenë më i kritikuari dhe më i shigjetuari. PDK-ja e përjashtoi, LDK-ja dhe lëvizja vetëvendosje si lanë gjë pa i thënë, edhe drejtësia vendore e ndërkombëtare i qëndrojnë mbi qafë për vite me radhë, dhe tani pas plot 7 vitesh, ai rikthehet në kuvend me rezultatin më minimal të mundshëm, vetëm 3 deputet, por këta 3 deputet sot ja lakmojnë të gjithë, madje dhe Albin Kurti me 48 deputetet e tij, ka shkruar Elmendi. Ai vë në pas situatën aktuale politike ku kryeministri Albin Kurti don se udhëheq partinë më të madhe në kuvend, nuk arrin të siguroj shumicën për të zgjedhur kryetarin e ri të kuvendit dhe për këtë arsye po konsideron mbështetjen e deputetëve të nismës, një situatë që e vendos Fatmir Limaj në një pozitë të papritur fuqie. Albini i bllokuar, ndoshta i dorëzuar, shihet i gatshëm që t'ia jap një nga 3 postet më të rëndësishme në shtet Fatmirit me vetëm 3 deputet, kryeparlamentarin. Nëse kjo ndodh, do të jetë rikthimi më spektakolar dhe kapitalizues në historinë e politikës kosovare, thekson gazetari. Ky zhvillim vjen në një periudhë kur skena politike kosovare është përballë shumë sfidave, përfshirë krizën institucionale, pamundësinë për krijimin e një shumice të re dhe diskutimet për zgjedhje të parakohshme. Në këtë kaos politik, pesha e 3 votave të nismës social-demokrate është bërë vendimtare. Vet Limaj, nga një figurë e izoluar politikisht, duket se është ndëruar në një faktor kyç për formimin e institucioneve të reja. Elmendi e përmbyll postimin me një vëzhgim ironik por plot domethënie. Jeta politike shkruan romane të bukura, një mënyrë për të përshkruar se si fati politik i një individi mund të ndryshojë rrënjësisht edhe pas vitesh të tëra në hije, përmes kombinimeve të reja dhe kalkulimeve të sofistikuara që e karakterizojnë politikën kosovare. Nëse Fatmir Limaj do të marrë vërtet postin e kryetarit të kuvendit, kjo do të ishte një goditje e madhe për të gjitha partitë që dikur e kishin përjashtuar, por edhe një mësim për të gjithë ata që e nënvlerësojnë fuqinë e manovrimit politik në momente vendimtare.